Shenja e dytë e afrimit të orës së fundit të botës. Çarja e hënës në kohën e profetit Muhammed a.s. Allahu i madhëruar në Kur'an thot: U afrua ora e fundit dhe u qa hëna. Ata kur shohin ndonjë mrekulli thonë: magji e vazhdueshme. Surja El Kamer 1:2. Imam Ibn Rejepi, Allahu e mëshiroft, në lidhje me këtë ajet thot: Allahu i madhëruar e ka bërë çarjen e hënës prej shenjave të orës së fundit, dhe çarja e saj ka ndodhur në Mekë para emigrimit të profetit a.s. Sqarimi i Ibn Rejepit, Allahu e mëshiroft, është marrë nga thëniet e sahabëve si Abdullah bin Mesudi, Hudhaife bin El Yaman radiallahu anhu e të tjerë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot: 5 shenja kanë kaluar: detyra, dënimi për gënjeshtruesve të Mekës, romakët, fitoria e romakëve mbi persët, mbërthimi, humbja e mushrikëve në Bedër, hëna, çarja e hënës, dhe tymi, shfaqja e tymit. Ndërsa Hudhaife ibn El Yaman radiallahu anhu në një hutbe të xumas i ka këshilluar njerëzit duke u thënë: Allahu i madhëruar thot: U afrua ora e fundit dhe u qa hëna. Ora e fundit është afruar, hëna është qarë dhe dynjaja është duke u larguar. Sot është përgatitja për garë dhe nesër është gara. Pra, çarja e hënës është shenja e afrimit të orës së fundit të dynjas dhe është prej shenjave që janë shfaqur që në kohën e profetit Muhammed a.s. Dhe është pikërisht ajo që është cituar në ajetet e sures me të njëjtin titull, El Kamer, që në shqip do të thotë hëna, siç e komentojnë ato sahabët radiallahu anhum. Përshkrimi i ngjarjes. Sipas lajmeve të përcjella nga sahabët, kjo ngjarje ka ndodhur në periudhën e Mekës, periudha e parë e profecisë së profetit Muhammed a.s. Enes bin Maliku radiallahu anhu në lidhje me ngjarjen thotë: Banorët e Mekës i kërkuan profetit a.s. që t'ju tregonte një mrekulli, dhe ai u tregoi çarjen e hënës në 2 pjesë, derisa pan mes tyre shpellën e Hiras. Xhuberi radiallahu anhu tregon: është qarë hëna në kohën e profetit a.s. derisa u nda në 2 copa, një mbi këtë kodër dhe një mbi këtë kodër. Atëherë njerëzit thanë: na bëri magji Muhamedi. Disa prej tyre thanë: nëse neve na bëri magji, nuk u bën dot të gjithëve. Abdullah bin Mesudi radiallahu anhu tregon: është qarë hëna në 2 pjesë në kohën e të dërguarit Allahut a.s. njëra mbi kodër dhe tjetra poshtë saj, dhe profeti a.s. tha: dëshmoni. Abdullah bin Mesudi radiallahu anhu në një transmetim tjetër thot: është qarë hëna në kohën e profetit a.s. dhe Kurejshët thanë: kjo është magjia e Muhamedit. Ata thanë: shikoni çdo të thonë udhëtarët, sepse Muhamedi nuk mund të bëjë magji të gjithëve. Kur erdhën udhëtarët, thanë se kanë parë të njëjtën gjë. Çarja e hënës është përmendur gjithashtu edhe nga disa sahabë të tjerë si Aliu, Abdullah bin Umeri dhe Abdullah bin Abasi radiallahu anhu. Hadithet për këtë ngjarje janë të sakta. Kjo do të thotë se ato nuk mund të refuzohen sepse kanë arritur në kulmin e saktësisë. Nga përshkrimet të përmendura në hadithe përfitojmë: 1. Çarja e hënës ka ndodhur në kohën e profetit a.s. në periudhën e Mekës. 2. Shkaku i kësaj mrekullie ka qenë kërkesa sfiduese e mushrikëve të Mekës. 3. Çarja e hënës ka qenë çarje reale dhe e dukshme, sepse sahabët thanë derisa pan shpellën e Hiras mes tyre. 4. Mushrikët pas çarjes së hënës vazhduan në mohimin e tyre dhe e quajtën atë magji dhe deshën ta vërtetojnë lajmin nga njerëz të tjerë jo prezent në mexhlisin e profetit a.s. madje prej atyre jashtë Mekës, prej udhëtarëve, dhe e gjetën atë të saktë. 5. Profeti a.s. kërkoi prej njerëzve të dëshmojnë për këtë mrekulli të madhe të shfaqjes së fuqisë së Allahut, me qëllim që t'i nxjisë ata për në madhërimin e Allahut dhe besimin e fortë të vërtetësisë së dërgesës së tij. Kjo ngjarje, përveç se është shenjë prej shenjave të afrimit të orës së fundit të dynjas, ajo në vetvete është mrekulli e profetit ton Muhamedit a.s. sepse është shfaqur në një mexhlis debati me kundërshtarët dhe përgënjeshtruesit e profecisë së tij. Ardhja e ndihmës së Allahut të madhëruar në momente të tilla sfiduese është mrekulli e madhe dhe argumenti i qartë për krahjeje nga Allahu i madhëruar. Dietarët e Islamit e shohin gjithashtu këtë mrekulli të rëndësishme edhe në një këndvështrim tjetër, nga fakti se hëna është trup qiellor. Imam el-Khattabi, Allahu e mëshiroft, në lidhje me këtë çështje thotë: çarja e hënës është mrekulli e madhe, ai sa gati nuk barazohet me të asnjë mrekulli e profetëve, sepse ajo ka ndodhur në trupat qiellor, jashtë natyrës së kësaj bote të ndërdikuar, e këtë cilët askush nuk mund të arrijë me hile. Prandaj dhe argumentimi me të është më i fortë, më i qartë
dhe më i habitshëm. Ndërsa Ibn Hubeira thot, në këtë ngjarje ka argumente të prera për profetin alayhis salam, të cilat e vendosin atë në krye të gjithë profetëve. Allahu i madhëruar i qa udetin Musës alayhis salam, dhe ajo padyshim është mrekulli e madhe. Por detin e çajnë edhe anijet dhe mjetet lundruese, e nëse jo të gjithin, të paktën pak prej tij. Ndërsa hëna është në kup të qiellit dhe larg arritjeve të banorëve të dynjas. Kështu që çarja e saj për profetin alayhis salam është prej atyre mrekullive që tregojnë për pozitën e tij tek Allahu i madhëruar, siç është edhe shpërthimi i ujit mes gishtave të tij më lart se shpërthimi i tij prej gurit të Musait alayhis salam. Prej gurve mund të shpërthejnë edhe lumenj, ndërsa shpërthimi i tij mes gishtave të njerëzve nuk ka ndodhur vetëm me profetin alayhis salam. Sipas librave të historisë ka pasur disa filozofë të cilët e kanë mohuar këtë mrekulli dhe mohimi i tyre bazohet në dy këndvështrime. E para, trupat qiellor nuk janë të përshtatshme për çarje dhe ngjitje. E dyta, sikur të kishte ndodhur çarja e hënës, do ta kishin parë të gjithë banorët e tokës dhe jo vetëm banorët e Mekës. Në lidhje me këndvështrimin e parë, Ibn Haxheri, Allahu e mëshiroft, thot: ata ashtu kanë thënë edhe për hapjen e portave të qiellit në natën e Isras, kanë mohuar gjithashtu mbështjelljen e diellit ditën e Kiametit e të tjerë. Ndërsa në lidhje me të dytën, Ebu Ishaq el Zejjaj, Allahu e mëshiroft, thot: çarja ka ndodhur natën kur shumica e njerëzve janë në gjumë dhe i kanë dyert e mbyllura, siç ndodh edhe me eklipsin e hënës apo shfaqja e yjeve të mëdha dhe nuk i shohin ato veçse pak njerëz. Kështu edhe çarja e hënës ishte mrekulli që ka ndodhur natën për një popull që e kërkoi dhe e sugjeroi, ndërsa të tjerët nuk ishin duke e pritur. Dhe gjithashtu, mundet që hëna të ketë qenë në ndonjë pozicion që të tjerët nuk mund ta shihnin. Kurse Imami Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, thot: nëse thuhet se pse kjo mrekulli nuk njihet tek të gjithë banorët e tokës, përgjigjja është se ata e mohojnë këtë gjë, sepse distanca kohore është e gjatë dhe gjithnjë ka mohues që i mohojnë mrekullitë e Allahut. Ndoshta ata kur janë lajmëruar se kjo është mrekulli e profetit Muhammed alayhis salam, mundet që nga opinionet e tyre të gabuara janë orientuar drejt fshehjes së këtij fakti dhe harrimit të tij. Pastaj çarja e hënës ka qenë natën dhe ata mund të mos e kenë parë atë për shkak të pengesave, si për shembull rrethë ngjeshura në vendet e tyre, koha e gjumit për shumë prej tyre e të tjerë. Allahu e di më së miri.